Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është data 9, muaji është i dytë, viti 2026. Miqtë mi, nga viti 1992, nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë, nga ish Republika Federative Jugoslave, deri sot, shqiptarët vërtet kanë qenë të dribluar, por edhe u kanë bërë mjaft teatër politik partitë politike shqiptare. Një për një, tek tuk, ndonjë për një kohë të caktuar. Dhe është kohë që themi mjaft më teatër politik. Pse? VMRO DPM dhe vlen, po e mashtrojnë opinionin lidhur me gjuhën në provimin e jurisprudencës. Të gjitha maskat kanë rënë. Doli tash në mbrëmje kryeparlamentari Afrim Gashi në një konferencë për shtyp e tha publikisht dhe pa ekuivoke: asnjë parti politike, as maqedonas, as shqiptare nuk ka guxuar të dorëzojë iniciativë për interpelancë ndaj ministrit të drejtësisë Igor Filkov. Kjo, pra, për mua është një dëshmi e qartë se kemi të bëjmë me marrëveshje heshtje, jo me mos informim. Dhe pse them se edhe VMRO tash e ka radhën që t'u kthej borxhin gjitha partive politike shqiptare që kanë votuar me interpelancën ndaj ministrit Filkov. Sepse votat i kanë 61 i kanë. Aq duhet për ta kaluar. Por mbi gjitha, VMRO nuk ka nisur iniciativë, Vleni nuk ka nisur iniciativë sot, as partitë opozitare të tjera shqiptare, e tha Afrim Gashi sonte në mbrëmje. Pra, deklaratat e kryeministit Kristian Mickovski se ligji e mundson dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe tashmë janë në provë publike. Njerëzit e kanë parasysh. Dhe ju do më thoni mu, mund të mos besoni? Jo, e di se më besoni, por mirë, ja, dëgjoni. Колегите, дали владата работи на тоа да се дозволи правосудниот испит да се полага и на албански јазик? Не гледам тука зашто не се полага. Имаше петиција на студенти дека не се дозволува да се полага на албански јазик, доставена до Министерството за правда. Одговорот бил дека тие што треба да се полага треба познавање на македонски јазик. Меѓутоа утврдувањето на македонски јазик било преку тој правосуден испит. Законот за јазици е јасен во случајот доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Po pra, dhe mbeti me kaq, asnjë lëvizje HPR, asnjë lëvizje. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pse ministri i Filkov e refuzon? Dhe pse askush nuk e detyron? Një ministër që injoron ligjin dhe deklaratat e kryeministit ose po vepron me bekimin e tij të heshtur, ose qeveria është një fasad pa kontroll real. Pra të dyja janë skandaloze. Edhe më e rëndë është sjellja e Vlenit dhe partive shqiptare. Nëse vërtet besojnë se ligji po shkelet, pse nuk e përdorin instrumentin më bazik parlamentar, interpelancën? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e dhimbshme, sepse nuk duan konflikt me pushtetin, por duan titull patriotik për disa ditë. Kjo nuk është befasi. Kjo është bashkëpunim aktiv në shkeljet e ligjit. Ligji për përdorimin e gjuhës përshëndrohet në dekor politik, përdoret në fushata, përmendet në konferenca, por braktiset sapo kërkon veprim konkret. Ja, interpelancë. Ndërkohë, studentët shqiptarë mbeten peng i frikës politike dhe pazareve të brendshme. 5 deputet të Afrim Gashi mjaftojnë të ngrenë interpelancë. Vetëm 5. Nëse nuk gjenden atëherë problemi nuk është te Filkov, as procedura, as interpretimi juridik. Problemi është se të gjithë janë dakord të mos hapin temën në kuvend. Prandaj, mendoj se duhet jemi të qartë. VMRO DPM ose ta detyrojë ministrin të zbatojë ligjin, ose të pranojë publikisht se deklaratat e kryeministit janë gënjeshtër politike dhe vlen, ose të provojë se është faktor politik, ose të pranojë se patriotizmi i tij zgjat vetëm sa një cikël lajmesh, 15 minuta ose gjysmë. Çdo ditë heshtje nga sot do të është pranim faj. Çdo deklaratë pa interpelancë është manipulim i qëllimshëm i opinionit. Koha e fjalëve ka mbaruar. Tani ose veprim ose zbulohet e vërteta. Dhe ju, pasi unë jam, se radhe, desha t'ju pyes juve. E di se çfarë do thoni. E di. Dhe, ajo cila nuk më ka befesuar, por më ka, kështu, flokët i kam hjekur, për atë e kam vë dhe kapushin e zi, së mos më duken se vërtet ishte ftohtë në mbrëmje, Arben Fetaj, mi ka ngritur mornica thujnë të to. Thot, me një paralajmërim të tij në Facebook, do të kërkohet përgjegjësi ligjore dhe institucionale nga ministri i drejtësisë. Ja, majkata.
Ja, majkata. Albin Fetaj po gabon në objektivin. Këtu nuk kërkohet përgjegjësi, por shkarkim i ministrit të drejtësisë. Kur konstatohet ose vendas kryeministri Sheshës shkelje ligjit, sidomos një ligji në fuqi dhe obligues, përgjegjësia politike është e qartë, largim nga posti jo deklarata Facebooku. Nga vetë deklarata Albin Fetaj deri këto fakte kyçe. Ligji për përdorimin e gjuhëve është e fuqi dhe detyrues. Ligji për provimin e jurisprudencës nuk e ndalon zhvillimin e provimit në shqip. Refuzimi i ministrisë është arbitrar dhe pa bazë juridike. Nëse këto janë të vërteta dhe Fetaj thotë se janë fakte juridike, jo interpretime politike, atëherë ministri ka shkelur ligjin. Shkelja e ligjit nuk hetohet pafund, por sanksionohet politikisht. Të kërkosh vetëm përgjegjësi institucionale në një rast të tillë është ose shmangje ose frikë për ta çuar çështjen deri në fund, ose mbrojtje indirekte e ministrit. Në një shtet serioz, kjo histori mbyllet me shkarkim, pastaj me procedura, gjë tjetër është zvarritja politike e paketuar si parim. Zëvendës ministër i Sheshët. Dhe që dhe mos thoni se Mesuti ishte një ansh. Bilal Kasami vonë ka reaguar për ligjin e jurisprudencës. Unë dhe kësha thënë tash në mbrëmje. Le ta dëgjon dhe le ta lexon Bekim Sali në TV21. Ai thotë, unë bisedova me Filkoven, ai nuk ka vullnet. Dhe unë them, hajde Bili, ko është për aksion. Hajde Bili, ko është për aksion. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali në emisionin Klik Plus, duke folur për kërkesën e studentëve që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, theksoi se të drejtat e garantuara me kushtetutë nuk ka nevojë të përsëriten në çdo ligj apo rregullore, pasi ato duhet të zbatohen automatikisht nga institucionet. Kur ne themi se duhet të respektohet kushtetuta dhe nuk duhet të futemi në çdo ligj apo në rregullore të institucioneve të ndryshme ta shkruajmë gjithandej se duhet kjo, do të thonë, për arsye se nuk kuptohet, nëse në kushtetutë është e shkruar diçka, gjithçka inkorporohet në praktikën e mototjeshme të institucioneve. Dhe të qëndrojmë kësaj brapa, domethënë në përkrajën do ta kenë studentët maksimalisht. Sali bëri të ditur se ka komunikuar me ministrin e drejtësisë, por se nga ana e tij nuk ka pasur mirëkuptim. Ai theksoi se kërkesa e studentëve ka bazë kushtetuese dhe se refuzimi nuk lidhet me mungesë argumentesh ligjore, por me mungesë vullneti. Unë kam pas një komunikim me ministrin, për fat keq nuk ka pasur mirëkuptim. Kur e keni pasur këtë komunikim? Po pra, ministri tash edhe duhet lutet të zbatoj kushtetutën dhe ligjin. Nuk mund të jetë as me ligjin, as me kuvendin, as me qeverin, as me kushtetutën ministri. Nuk mund të jetë. Okej, tash vazhdoj me Bilalin. Që mos i ndodh si Kralevich Markos kasnostishë në bojë Kosovë, dhe ti bën V7 dhe të takoj Bekim Salin. Pra, dëgjohet zëvendës kryeministrin e parë në qeveri nga Vlen. Nëse nuk ka kohë, ne ja përcollëm deklaratën e TV21-shit. Pra, Bilal, kalon nga fjalët në vepra, ti të thoshte Sarieçi Nadella. Kjo deri në vitin 1998 në Prishtinë ka ndetur Temuri drejtorisë Elektrosovë në qendër të Prishtinës, aty ku bëhej Korza dhe fillonte Hotel Grandi. Tash përballë është përmendore Zahir Paezitit. Bilal Kasami përpiqet të shitet si vetëm që reagojnë nga Vlen, por kjo nuk është merit, është alibi politike. Të thuash nuk bëjmë zhurmë, por do ta zgjidhim është një shkelje e hapur ligjore, nuk është qendrim, por shmangje përgjegjësie. Në çështjet e të drejtave gjuhësore nuk mjafton të flasësh i vetëm, duhet të veprosh qartë, publikisht dhe me pasoja politike. Nëse Kasami vërtet e konsideron refuzimin e provimit në shqip si shkelje ligji, atëherë pse reagimi i tij mbetet në nivel fraze të butë, pa kërkesë për shkarkim, pa afat dhe pa presion dhe pa presion institucional? Të distancohesh verbalisht nga heshtja e Vlenit nuk të bën automatikisht zëtës së drejtës, sidomos kur heshtja kolektive vazhdon dhe askush nuk mban përgjegjësi. Në fund, problemi nuk është se Kasami foli vetëm, por se edhe ai foli pak dhe vonë. Dhe kur reagimi është i tillë, dallimi mes heshtjes dhe reagimit bëhet thjesht teknik, jo thelbësor. Atëherë ndalem edhe pak te Vleni. Unë jo, por e di se edhe juve ju ka lodhur mjaft më kjo BDI 22 vite, BDI. Unë them, Vlen, boll më me BDI 22 vite. 2 vite janë shumë për të mos bërë asgjë. Kush nuk ka pranë ose gënjen veten ose e nënshmon inteligjencën e popullit. Vërtet është bashkështu. Për Vlen shtrohet një pyetje, vërtet BDI nuk bëri gjë përveç bizneseve, ashtu thoni. Por as Vlen 2 vite në pushtet, asnjë gërm nuk ndryshuan dhe nuk kanë të drejtë ta përdor arsjetimin se 22 vite BDI nuk bëri gjë.
Flasim me gjuhën e fakteve. BDI 20 plus 2 vite pushtet. Rezultate reale për gjuhën, drejtsinë, administratën, shumë pak krahasuar me fuqinë që patën. Argumenti bën më sa mundën nuk pi më ujë. BDI, njerëzit shojnë pasurinë tuaj, bizneset tuaj, familjarë në përposte, jo reforma strukturore. Bile edhe tash në këto që thoni se po bëjmë reforma në brenda partisë. Vlen 2 vite në pushtet, bollja, janë të mjaftueshme për të lënë gjurmë minimale, jo për të zgjidhur gjithçka, por të pakën një ndryshim konkret, një ligj, një precedent. Unë do ta përmendi asnjë game siç tha, atëherë s'ke luksin moral të mbash vetëm të dëshmi e BDI-s. Dhe unë do them edhe diçka. PDSH vërtet ishte pak, po ala sot e kësaj dite ka biznesmen që thonë vetëm në kohën e PDSH-s kemi punuar të lirë, pa ngacmime nga inspektoratet. Vinin, por nuk na ngacmonin me dënime të mëdha. Pra, as 2 vite nuk i bëri. Argumenti 22 vite BDI zbëri gjë është i vërtet, por i konsumuar më vlen. Pas 2 vitesh në pushtet, si argument kthehet në alibi, qytetarët voton për arsye time, voton për rezultate. Se përket rastit konkret me provimin e respondencës në Shqip, nëse duhet deklarata e Mickosi që vlen të reagojë, kjo tregon mungesë iniciative politike. Qeverisja nuk bëhet duke pritur kundërshtarin të flasë i pari. Kjo është reagim, jo udhëheqje. Pra, si fund, BDI vërtet është fajtor për keqpërdorim të pushtetit afatgjat. Vlen është fajtor për mungesë veprimi dhe guximi politik. Ndërsa qytetari shqiptari shkreti i lodhur nga akuzat kërkon akte, jo fjalë. 2 vite janë shumë për të mos bërë gjë, kush se pranon këtë, ose gënjen veten ose në vlerëson popullin. Dhe për fund, ndalem pak, sepse është mjaft material i gjatë, VMRDP-ja ka të drejtë kur thotë duhet të ketë hetim për shpenzimet të parave nga ish prokuroria speciale. Pra, vërtet atje shumë para u dhan pasi edhe shkuan. Të dëgjojmë pak se çfarë thonë ata se përket punës së prokurorisë speciale. Почитувани, сведоштвата на поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство, Леила Кадрiju, ќе потврдува сомнежите и тезите на ВМРО-ДПМН, кој уште пред приближно 10 години говореше за партизација на специјалното јавно обвинителство, предводено од Катица Јанева од страна на СДС, Зоран Заев и неговите пајташи. Згазнатото СЈО, кое сите паметиме како заврши со пресуда за предводничката на СЈО Катица Јанева од 7 години за земање мито. За жал, специјалното јавно обвинителство било користено за исполнување на желбите и интересите на СДС и Зоран Заев. Po pra, dhe u tha se miliona evra janë dhënë nga shteti për vetëm 2 muaj që ka harxuar prokuroria speciale e Katica Janevës. Të para janë marrë nga ju qytetarë, nga populli. Dhe unë vazhdoj që t'ju jap përkraje, sa pasi për herë të 4 në Tetov sot kanë protestuar qytetarët që punuan në Irak, Afganistan, dhe kërkojnë të shkretet DAP-i të anulojë vendimet retroaktive. Unë ju them prapë, shumë vështirë do e keni, unë jam me ju, sepse kam pasur vetë praktik, me ta nuk mund t'i fitosh. Unë jam me ju, por inshallah ja delni. Okej, nuk është okej, unë këtu ju përshëndes pra edhe njerë, unë jam Mesut Shabani, ishë në podcastin Mesut Shabani, mos e shtrëngoni dorën, bëni një subscribe.